E kemi ndëgju kryeministrin Kurti që na ka tregu se është papërgjegjshmëri dhe është absurditet ekonomik nëse dikush premton ulje të tatimeve e në anën tjetër premton që të njëjtin vit ka me i rrit shpenzimet në mënyrë enorme, sepse një gjë e tillë është e pamundshme edhe nuk barazohen pasqyrat financiare, qysh edhe dëshmuam që po i ndodh ta zëm Bedri Hamzës. Po ndërkohë Bedri Hamza kishte reaguar dhe kishte thënë që në vitin 2009 kur ai ka qenë ministri i financave e kanë bënë një gjë tillë, pra edhe i paskan ul tatimet gjëja, edhe i paskan rrit pagat e pensionet. E tash unë për mi tregu që bëhet, për i tregoj le që bëhet, edhe le që është e mundshme, por ne këmë bëhet të kaluren. Në 2009, me 1 janar, 2009, këmë qenë në Ministrit të Financave. Në Ministrit të Financave këmë shku me një përvoj prej sektorit privat, prej sektorit publik, dhe këmë di që çka i nevojitet sektorit privat cilat reformë. Në thonë kanë ndodhë ulja e normave tatimore. Dhe kjo nuk ka reflektu, sigurisht si ka ndiku, po nuk ka reflektu që mbrana atij viti me pas një ramje të hyrave për buxhetin e Kosovës. Por ne kemi pa pasqyrat financiare, edhe pasqyrat financiare realisht e demantojnë Bedri Hamzën, sepse një gjë e tillë shihet që nuk ka ndodhur. Hajde ta shohim pse dhe t'ja qesim lapsin. Në vitin 2009, krahasu me vitin paraprak, pagat janë rrit për 40 milion euro. Pra shpenzimi i pagave është rrit për 40 milion euro, ndërka tek pensionet dhe transferet tjera sociale kemi rritje prej 47 milion euro, që në total rritja është 87 milion euro kost të shtesë, pra për të mbulu pagat dhe pensionet. Sipas Bedri Hamzës, me uljen e normave tatimore, i shdasht mu rrit qarkullimi e qaj qarkullim shtes, pra me prut hyra ma shumë tatimore dhe kësaj mu gjeneru 87 milion euro tatim ma tepër që mbledhet për me mbulu këtë kosto. Kjo pra është teoria që ai po pretendon që ka ndodhur në vitin 2009. Ta shohim tek tatimet. Në tatimin e korporatave, realisht nuk është rrit fare të hyra tatimore, por ka ndodhur kundërta, ka pas ramje, pra për 9 milion euro më pak është mbledh tatim në korporata. E njëjta gjë ka ndodhur edhe tek tatimin e paga, në që me u rrit të hyra, çush po pretendon Bedri Hamza, ka minus, pra janë zvoglu për 4 milion euro, e që në total, pra ka rënje të hyrave tatimore në korporata dhe të ordra personale prej 13 milion eurove. Pra në vend që tu me dal 87 milion euro, që me mbulu këtë hendekun që është kriju, pra prej rritjes e pagave dhe pensioneve, këtu realisht kemi ranje. Edhe hendeku kësaj vetë se është thellu, pra 87 milion euro kost të shtesë e pagave dhe pensioneve, dhe 13 milion euro nga tatimet që mbledh më pak, e kemi një minus prej 100 milion eurove, i cili ka ndodhur në vitin 2009, pra s'ka barazim, edhe atëherë që kanë barazu për 100 milion euro, është e pavërtet pra pretendimi Bedri Hamzës që mujnë edhe me ul tatimet, edhe me u rrit pagat e pensionet. Por çka ka ndodhur atëherë? Realisht atëherë kanë bërë një gjë që Bedri Hamza ose s'po e tregon ose ka harru se në fakt as nuk u kon ministër 2009, nuk kon zëvendës ministër. Në vitin 2009 këta ja kanë marrë 200 milion euro Telekomit si dividend për fitimet e mbledhura për vitet të tona që i ka pas Telekomi. Që 200 milion që kanë përdorur ta me i rrit pagat. Që kjo është e vërteta. Nuk është për shkak të politikave të mira apo qeverisë së mirë. Thjesht ja kanë marrë 200 milion euro Telekomit edhe i kanë pagu shpenzimet e pagave dhe pensioneve. Bedri Hamza mos harroni ka qenë ministër edhe në vitin 2017 deri 2019, pra me qeverisjen e Panit. Dhe ju kujtohet që sa ka qenë ministër i financave, pagat i ka rrit veç 4%. Pra nuk i ka rrit as 50, as 100 milion euro, i ka rrit veç 4%, sepse në vitin 2017 deri në vitin 2019 nuk i ka pas 200 milion euro dividend. Kurse tash, pra me qenë se e din që nuk do të bëhet kryeministër edhe nuk do t'i vjen radha fare me u testu, premton 10 fishin e asaj të 2019-s, ani pse s'ka as dividend, as kur far metode tjetër për mi gjeneru ato të hyra, pra me një kost të shtesë prej 1 miliard e 30 milion eurove. Pra mbi 1 miliard euro nuk i barazohen pasqyrat financiare dhe s'ka asnjë mënyrë se çysh mundet me dëshmu që ka me mbulu këto, prandaj pretendimi apo premtimi i tij mbetet vetëse për havaje dhe do të jetë i paralizueshëm. Faleminderit shumë.